Prokuroria e posaçme ka nisur hetimet për ndërtimin e tunelit të Llogarazh duke sekuestruar dokumentat e kompanisë Hill International NV me urdhër të prokurorit Dritan Prençi. Objekti i verifikimeve janë kontratat e firmës me Ministrinë e Infrastrukturës e drejtuar nga Belinda Balluku për të analizuar të ardhurat, kostot dhe fitimet. Hetimet vijnë pas kallëzimit të Partisë Demokratike, e cila akuzon ministrin Balluku për favorizim me tenderin 170 milion euro për tunelin. Sipas Partisë Demokratike, tenderi fillestar u fitua nga Gjoga Konstruksion për 140 milion euro, për anullua pa arsye dhe ju dha një bashkimi i kompanisë turke Intekar ASL, të cilat nuk dispononin dokumentacion të rregullt dhe më pas se nënkontraktuan punën tek Gjoga Konstruksion. Partia Demokratike thekson se Intekar ASL përfitoi 30 milion euro pa kryer asnjë punë, duke qenë thjesht ndërmjetës. Nga dokumentet për bilancet rezulton se 97-99% e shpenzimeve të tyre ishin pagesa për nënkontraktorin shqiptar. Opozita akuzon për manipulim të procedurës tenderuese të paracaktuar sipas tyre në një takim në Ankara, më 3 qershor 2021 përpara se tenderi të rishpallej. Hetimi po mbështetet edhe në deklaratat e ish zëvendës kryeministrit Erben Ahmetaj, i cili nga Ratia ka denoncuar publikisht këtë aferë si një nga më të mëdhat korruptive, ku një kompani shqiptare që kishte fituar tenderin u zëvendësua nga një kompani turke që vetëm faturonte fitimet.